Në këtë video do të flasim pak për diabetin mellitus. Ekzistojnë dy lloje kryesore apo dy tipe kryesore të diabetit mellitus. E kemi diabetin tip 1 apo insulin vartës që haset në rreth 5% të diabetikëve dhe haset apo kemi një deficiencë të thellë të insulinës, si dhe këta pacient janë të varur për insulinë për të mbijetuar dhe haset më tepër tek moshat e reja, si dhe kemi diabetin tip 2, pra jo insulin vartës që haset tek rreth mbi 90% e pacientëve diabetik, ku kemi nivele normale, ndonjëherë më të rritura, ndonjëherë më të ulura të insulinës, por kryesore këtu është rezistenca insulinike. Flasim pak për patogjenezën e secilit lloj. Patogjeneza e diabetit tip 1 është një bazë autoimune, do të thotë kemi një sëmundje autoimune. Individët genetikisht susceptibil, kur i ekspozohen disa triggerëve mjedisor, e zhvillojnë një përgjigje autoimune që çon në shkatrim të beta qelizave. Do të thotë shkatrim të beta qelizave që prodhojnë insulinë në pankreas. Zakonisht nuk kemi manifestim të diabetit tip 1 derisa rreth 90% e këtyre beta qelizave nuk shkatrohen. Kurimi tek patogjeneza e diabetit tip 2, i kemi 3 faktorë të rrezikut të rëndësishëm. Kemi obezitetin si më i rëndësishmi, gjenetikën si dhe moshën. Moshën për arsye se me kalimin e viteve prodhimi i insulinës pi pankreasit fillon të bie. Ndërsa kurimi tek obeziteti asociohet me rritje të nivelit të acideve të lira yndyrore në gjak, të cilat i kanë dy efekte kryesore. Në muskuj shkaktojnë rezistencë insulinike. Do të thotë nuk futet mjaftueshëm glukozë në muskuj sikurse në kushte normale, ndërsa në mëlçi e ka një efekt stimulues të prodhimit të glukozës. Po ashtu vlen të përmendet që këto acide të lira yndyrore në kushte normale pankreasin e stimulojnë që të prodhojë insulinë, ndërsa tek diabetikët tip 2 dështojnë që ta bëjnë këtë, pra kemi një dështim kompenzator të prodhimit të insulinës dhe për këtë arsye, si rezultat i gjithë kësaj, kemi kushte të hiperglikemisë tek këta pacient. Kurimi tek diagnostika bëhen 4 nga testet e mëposhme në 2 ditë të ndryshme. Fillimisht mund të bëhet testimi i niveleve të glukozës esull, ku themi që është diagnostike nëse kemi nivele mbi 7 mmol për litër. Pastaj mund të bëhet testimi i glukozës random, ku motet niveli i glukozës në çdo pikë brenda ditës, që nëse kemi asocim me simptomat të diabetit plus një nivel prej mbi 11.1 mmol për litër, atëherë themi që kemi të bëjmë me diabet. Pastaj kemi testin e glukozës 2 orëshe postprandiale, ku themi prapë që është diagnostike nëse kemi nivele mbi 11.1 mmol për litër pas administrimit të 75 gram glukozë orale, pra kjo ndryshe emërtohet edhe si OGTT testi, pra Oral Glucose Tolerance Test. Si dhe testimi numër 4 është testimi i HbA1c-s apo hemoglobin A1c-s që e mat nivelin e glukozës që lidhet për hemoglobine. Nëse është mbi 6.5%, atëherë themi që është diagnostike për diabet mellitus. Pastaj flasim pak për manifestimet klinike të secilit lloj. Fillimisht për llojin tipin 1, domethënë të diabetit, kemi simptomat që zhvillohen shumë shpejt, domethënë në brenda disa ditëve apo javëve dhe zakonisht vijnë pasojë e ndonjë sëmundjeje, si dhe shumë shpesh pacientët prezantojnë me ketoacidozë diabetike. Kurimi tek diabetit tip 1 vlen të përmenden edhe 5 stadiet kryesore që mund të ketë rrjedhja apo historia klinike e kësaj sëmundjeje. Në stadin e parë e kemi vetëm susceptibilitetin gjenetik. Domethënë këta persona janë susceptibil për ta zhvilluar diabetin tip 1. Në stadin e dytë kemi fillimin e sëmundjes autoimune dhe fillimin e shkatrimit të beta qelizave, megjithatë nivelet e insulinës ende janë normale. Në stadin e tretë kemi vazhdim të shkatrimit të beta qelizave, ulje të nivelit të insulinës, po glukoza është ende normale. Në stadin 4 kemi edhe fillimin e manifestimit tipik të diabetit tip 1. Pacientët janë insulin vartës, si dhe kemi do thot prodhim të minimal apo thuajse mungon fare të insulinës. Mirë po ende kemi do të thot peptidin C prezent, i cili është një lidhës mes xhinxhireve A dhe B të insulinës, ndërsa në stadin e 5 e kemi mungesë edhe të peptidit C.
Flasim pak tash për manifestimet klinike të diabetit tip 2. Zakonisht, diabeti tip 2 diagnostikohet gjatë evaluimit për ndonjë patologji tjetër, siç janë sëmundjet e zemrës, neurologjike, pastaj ato renale e kështu me radhë. Manifestohet me triadën e poliurisë, polidipsisë dhe polifagisë, pastaj me lodhje, me humbje të peshës, me turbullim të shikimit, por edhe me vaginit nga kandidiaza. Dhe gjitha këto simptoma zakonisht vrehen në retrospektiv, do më thonë pasi që është dokumentu nivelet të larta të glikemisë në gjak. Por vlen të përmendet që tek disa pacientë që kërkojnë ndihmë mjekësore me vonesë, mund të manifestohet apo mund të prezentojë me komplikimet e diabetit, siç është infarkti akut i miokardit, insulti cerebrovaskular, pastaj claudicacio intermittens, impotenca, retinopatia, neuropatia periferike, pastaj proteinuria e kështu me radhë. Flasim tash pak shkurt për pjesën e trajtimit të diabetit. Në kushte ideale, trajtimi i diabetit bëhet vetëm me dietë dhe me aktivitet fizik. Po flasim gjithmonë për diabetin tip 2, për arsye se dihet që tipi 1 ka nevojë për insulinë. Tek tipi 2, nëse me aktivitet fizik edhe me dietë nuk arrin që të ofrohet kontroll glikemik i mjaftueshëm, atëherë këta pacientë zakonisht futen në terapi farmakologjike me barna hipoglikemike orale, siç është rasti për shembull fillohen zakonisht me metformin, por nëse dështon monoterapia, zakonisht futen në terapi me 2 barna nga 2 klasa të ndryshme të barnave, gjithmonë duke pas parasysh efektet anësore për pakësitë dhe mangësitë e secilit. Për shembull, metformina dihet që shkakton glukoneogenezë dhe është e kontraindikuar tek pacientët me dështim renal. Kur jemi tek barnat hipoglikemike, po i përmendi shkurt disa klasa të tyre të cilat janë më të rëndësishme. I kemi biguanidet, pra me përfaqësues të tyre metforminën, pastaj i kemi tiazolidinedionet, siç është roziglitazoni, më pas i kemi sulfonilureat, siç është glipizidi, më pas vlen të përmenden meglitinide, siç është nateklinidi, pastaj kemi alfa-glukozidaz inhibitorë, siç është rasti me akarbozë dhe me miglitol, DPP-4 inhibitorë, siç është me saksagliptin, pastaj bromkriptina është një agent që mund përdoret gjithashtu, por mund përdoret edhe pramlintidi si dhe inkretinat. Inkretinat ndryshe emërtohen si agonist të GLP-nishit apo glucagon-like peptide nishit. E këtu vlen të përmendet bari i famshëm i Ozempiku, domethënë që kohëve të fundit është përdorur mjaft shumë. Megjithatë, vlen përmendet që shumica e këtyre pacientëve me kohë kanë nevojë që të futen në insulinë. Përpos pacientëve diabetik tipi 2 që kanë nevojë, dihet që pacientët tip 1 zakonisht profillohen me insulinë. Kur jemi tek insulina, metoda e administrimit të saj zakonisht është me injeksione subkutane në regionin e abdomenit, të kofshës, të krahut, e kështu me radhë. Mirë po në rastet emergjente mund të bëhet edhe administrimi intravenoz i insulinës. Tek insulina po i përmendi disa lloje më kryesore të saj. Kemi insulinën lispro humane, pastaj insulinën regulare apo normale që është edhe lloj vetëm që mund përdoret në kushte intravenoze. Më pas e kemi insulinën NPH apo insulinën lente, që është insulina që më së shpeshti përdoret, insulinën detemir, miksturën apo përzierjen 70-30, por edhe lloje të tjera. Vlen të përmendet që secili lloj e ka kohën e veprimit ndryshe nga tjetra dhe varësisht prej kësaj administrohen pacientëve. Tek modalitetet e trajtimit, po përmendi edhe një të fundit, është intervenimi kirurgjikal. Do të thotë mund të bëhet bypassi gastrik te disa pacientë të caktuar, të cilët nuk arrin që ta kontrollojnë mjaftueshëm nivelin e glikemisë së tyre me ushtrime apo me agent farmakologjik. Tek kirurgjia vlen të përmendet edhe transplanti i beta-qelizave, domethënë ishullore të Langerhansit tek disa pacientë të caktuar. Kjo është e shkurtër për këtë diabetit mellitus.